الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا ثقتي إلا بالله وما توكلي ولا اعتمادي إلا على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المفدية بتقوى الله عز وجل وأحثكم على طاعته واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أقوالكم وأفعالكم وأحوالكم وأذكركم بقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله عز وجل أيضا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمدي فالندريم كرم الله جل شانه اللهم فالندرين اللهم بسائر اللهم أذرين vetëm prej Allahum din, falje, mëshirë, rahmet, bereqet kërkojmë. Salavatën më të përzemërta, ja dërgojmë dritës së njerëzisë, fulës së pejgamberisë, edukatorit fisnik, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe mëshira Allahu që mbi ta, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndoshën, e ndjekin dhe do ta ndjekin në rrugën e tij deri ditën e gjykimit. E falenderojmë Allahun që lëshanuhu I cili na dalloi, na veçoi, me Islam na begatoi dhe na mundsoi që të jemi pasues drejt rrugës së vërtetë, drejt rrugës së xhenetit, drejt rrugës së udhëhecit, rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, të dashur të pranishëm. Si besimtar, është kënaqësi e paparë që njeriu ta shijojë dhe ta përjetojë. Gëzimin dhe kënaqësinë Allahu që t'ia dhurojë. Kënaqësia më e madhe për besimtarin është kur besimtari e gjen veten e vet, e qetëson veten e vet. Gjitha problemet I largon në përkujtimin e Allahut të vet. Tha Allahu xhaleshanu Bismillahirrahmanirrahim. Hamim تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. حامين الله يدين برثين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. سبريتيا غاي جيرتيشي غاي ماضي الله. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. Gjithë cili me neve do I te kalojmë këto tre rrugë, këto tre cilësi, tre vetime. Allahu xhaleshanu na tregon neve se Allahu e ka dërguar librin, Kur'anin famëlar për çdo besimtar, edhe për çdo jo besimtar. Për çdo musliman, edhe për çdo jo musliman. Nga se وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është dërguar vetëm për besimtarët, vetëm për musliman, por Allahu xhaleshanu I thotë ne të kena dërguar si rahmet, mëshirë, udhëzues për njerëz, për krejt njerëz, gjithë secili. Allahu xhaleshanu e përmend në Kur'anin famëlar në cilën ka zbrit prej Allahut. Besimtari njeh në kësaj bote. Muslimani do të ballafaqohet me shumë studi, me shumë sprova, me shumë përjetime, me shumë shqetësime, me shumë gabime, me shumë mirësi, me shumë gëzime, me shumë lumturi. Allahu na rikujton dhe na përkujton që besimtari vetës vet duhet t'ia akuzon, që vetën e vet ta gjikon, që vetën e vet drejtësi t'jetë me fjalën e Allahut me Kur'anin famëlar. Ghafiri dhanb, Allahu është ai I cili falë gjuna. Gjithë secilin e kina gjuna, gjithë secilin e neve kina gabi. Të mëdhaja apo të vogla, fshehurazi apo haptazi, në privat apo publik, Allahu thotë ghafiri dhanb,
Allahu është ai i cili falë gjuna. Shumë doja, ghafir i dhenë, falë shumë gjuna të doja. Shkaku i kësaj këtine gjunave, tregon një histori në khalifatin e Omer ibn Khattabit radiallahu anhu, e kishte dërguar një emir në Egjipt dhe ka qenë udhëheqës. Në ato kohra kanë qenë besimtarë të devotshëm, kanë qenë besimtarë të sinqertë, me rolin e cilën Omer ibn Khattab ja kishte dërguar dhe ja kishte dhuruar, e kishte pas në cilën për besimtarët për kujdes dhe për çdo shqetësim kime ja u lecu. Tregohet për këtë ajet, për këtë ngjarje, që një udhëheqës, një emir i dërguar nga Omer ibn Khattab, dita ditës e kishte pas një post, një pozitë, në cilën njeriu nuk e njeh ku s'ka kur gjë. Njeriu nuk e njeh, nuk e mbaj kur lidhet në sinqi, por e njeh njeriu atëherë kur e le të lidhet. Dhe dita ditës, sahabët i tregojnë Omer ibn Khattab për atë emir, për atë udhëheqësin në cilën ja ka lënë postin amanet. Se ka fjalë, dali fjalë që e ka kesh përdor postin, e ka kesh përdor fejnë, e ka kesh përdor Kuranin, e ka kesh përdor traditën, i ka kesh përdor gjitha mundësitë në cilën i ka ndërtuar. Dali muhabetet dhe i arrit letrat Omer ibn Khattab për këtë emir në cilën e ka dërguar atje, i kanë thënë që këtë këto mangësi, mirë po e kishe më e madhe është që filoni ka zënë të pije alkohol. Për atë emir në cilën e ka dërguar. Në ato kohë ka pas sheriat dhe kushtetur. Dali muhabetet krejt dhe i tregojnë Omer ibn Khattabit, thonë që ki e ka tepruar. Një rregull duhet me marrë dhe një ligj me e pru, që këti situatën e këti me përcaktu, ose shpërbim, ose dënim. Nga se vepra në cilët i ka ba, s'ka arsye. Omer ibn Khattab e merr një letër dhe i shkruan. Çdo herë do t'ja rikujtoj vetes veç një herë. Besimtarit asnjëherë mos i thuaj pse e ke qellu, mëkatarit asnjëherë mos i thuaj pse e ke dalë. Ja arsye. Omeri radiallahu anhu e mor letrën dhe e shënoi Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirëbërësit, nga Khalifja, nga Omer ibn Khattab, dhe ja dërgoi këtë letër ajetet kuranore duke i thënë: Ghafiri dhanbi wa qabili tawbi shadidil iqab. Tha kur t'ja jepni këtë letrën, jepni kujtesë e esën, se masi pas ka fillu me pi, do shënë të t'jetë të rezin. Kur t'jetë i përshënëru, kur t'jetë i kthjerë, ja dërgoi letrën dhe kje emiri e pa. Kur e lexoi letrën, filloi duke qartë. Lotën nuk ishin duke i ndarë. Dhe e lexoi e kuptoi. Tha ghafiri dhanbi, Allahu është ai i cili falë. Wa qabili tawb, Allahu është ai i cili pranon pendimin, shadidul iqab. Allahu është dëshmësi i rreth. Momentin që e lexoi, momentin që e pa, filloi duke qartë dhe zemra e tij u dritë. Tha, o Allah, ti e falës, e do në cilën plutë të ti, e do në cilën mangësi të pësi janë njehë ti, e do në cilën shqetësohet për veprim në cilën i ka ba në të kalumën dhe në tashkën, dhe o Allah, mare më të arë. Ghafiri dhanbi, mos lejëm që asë një gjuna, asë një sebe, asë një shkak, sado, kudo, sido, që t'jetë, do t'a përkufizojë mëshirën e Allahu. Nga sa Allahu, ghafiri dhanbi, falë shumë. O qabili tawb, Allahu e pret momentin, Allahu e pranon pendimin në çdo besimtar. Allahu e pranon pendimin, Allahu e pranon çdo send të cilën besimtari e ndjen të pikëlluar, e ndjen të shqetësuar, e ndjen të pregosur, e ndjen të merakosur, Allahu e pranon. Njerëzit nuk mund ta pranojnë. Allahu pranon. Shadidul iqab, dëshkuesi i rreth,
nuk ka ndëshkim më të madh se sa ndëshkimi i Allahut. Nuk ka falje më të madhe se fjala e Allahut, falja e Allahut, nuk ka pranim pendim më të madh sa pendimi i Allahut. Dhe nuk ka ndëshkim më të madh se sa ndëshkimi i Allahut. Andaj besimtari, derisa e ka mundësi, derisa e ka shëndetin, derisa e ka mendjen, derisa e ka dëgjimin, derisa Allah ja mundson që ditën tjetër ta përjeton, ta shijon, pendimin mos e hanon. Kërki falën tek Allahu mos e hanon. Kërki falën, istighfarin, lutjen, pranimin tek Allahu mos e neglizhon. Nga se për çdo begati në cilën Allahu na ka dhuru, ne duhet që Allahu me falenderoj. Çdo herë duhet me lutë Allahu mos na morë llogari sipas veprave tona, sipas punëve tona, o sipas rahmetit të Tij dhe faljes së Tij. Andaj, mos brengosna ne se çfarë do thonë njerëzit. Mos brengosna ne se çfarë do krijojnë njerëzit. Mos brengosna ne se si do etiketojnë njerëzit, se çfarëllafe muhabete do të bëjnë njerëzit. Përfundojmë me një ngjarje të Ibn Qudam al-Makhdusit. Ka qenë një prej dietarëve, një prej kolozëve të fesë se Allahu xhaleshanuhu, dhe një njeri ju drejtu me ofendim. Një njeri ju drejtu me sharë. Dhe i tha, ti tha ke bake, ti e ke bake. Ibn Qudam al-Makhdusi nuk o përgjigj. Heqja ndaj të ligjeve është krenari. Mos japsh mundësi. Duhet që ta injorosh. Dhe vetëm Ibn Qudam al-Makhdusi i thanë, çfarë nuk të thojë ti? Çfarë nuk shpifim për ti? Çfarë do lloj muhabeti bëjmë për ti? Thanë, nisem thamë e ti. Dhe e kumba qëllim tjetër se. Thanë, kush është nëse dikush të akuzon për një diçka, nëse dikush të shpif për një diçka, nëse dikush të vesh një diçka, thotë, nëse është e vërtet, Allahu të më dënon mua. Nëse nuk është e vërtet, Allahu thotë t'i falë atë. Kjo është përgjigja, kjo është bindja, kjo është kuptimi i kësaj feje. E lutim Allahun xhaleshanuhu që Allahu të na falë, Allahu të na mëshiron, Allahu të na udhëzon, Allahu të na bashkon, Allahu nga zjarri i xhenemit të na largon, me xhennetul firdaus të na bashkon. Amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر واشكره تعالى وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله اتقوا الله تعالى فيما امر وانتهوا عما نهى وزجر واخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فانه اذا استولى الاسر واعلموا ان الله تعالى امركم بامر عظيم فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.